Arti I jetesës mes provës dhe shpresës. Rrugtimi I njeriut në këtë botë rrallëherë ngjan një vijë të drejtë apo një deti të qetë. Ne jetojmë në një botë me dinamik të lartë, ku ditët e mbushura me dritë dhe gëzim shpesh ndiqen nga momente pasigurie, humbjeje apo pikëllimi. Në këtë pëlhur komplekse të jetës, njeriu kërkon vazhdimisht diçka më të madhe se vetvetja. Kërkon kuptim që nuk e lë të fundoset kur valët e jetës bëhen të trazuara. Besimi fetar nuk erdhi si një teori abstrakte apo si një seri rregullash të ngurta, por si një udhërrëfyes praktik për natyrën njerëzore. Ai e njeh prishtësinë tonë, e di se ne qajmë, lodhemi, friksohemi dhe ndonjëherë dorëzohemi. Pikërisht këtu ndërthuren 3 dimensionet thelbësore të ekzistencës tonë: psikologjike, sociale dhe shpirtërore. Sot, psikologjia moderne flet gjerësisht për konceptin e reziliencës, aftësinë e psikës njerëzore për të përballur me goditet e jetës dhe për të rindërtuar sërish. Interesant është fakti se kjo që psikologjia e quan reziliencë, në arketipin shpirtëror islam quhet sabër, durim. Por çfarë është në të vërtetë durimi? Nuk është dorëzim pasiv. Durimi nuk do të thotë të ulesh me duar kryqe të pranosh mjerimin duke thënë kjo ishte e shkruar. Nuk është shtypje emocioneve. Të durosh nuk do të thotë të mos qash apo të mos ndjesh dhimbje. Edhe vetë profeti Muhammed a.s. kur I ndroi jetë djalit I vogël Ibrahimi me sy të mbushur me lot tha: syri lëton dhe zemra pikëllohet, por ne nuk thuajmë vetë se atë që e kënaq Zotin ton. Kjo tregon se dhimbja është njerëzore dhe e lejuar. Durimi është vetë përmbajtje, ruajtje e kthjellësisë mendore në kulmin e stresit dhe vazhdimësia e punës pa humbur shpresën. Psikologjikisht, kur njeriu beson se çdo ngjarje në jetë, e mirë apo e keqe, ka një qëllim edukues dhe nuk është thjesht një rastësi e pamëshirshme e fatit, mendja lirohet nga ankthi I kotë. Kurani I Shenjtë prek drejt për drejt mekanizmat e mendjes dhe zemrës njerëzore. Ai nuk premton një jetë pa vuajtje, por premton prezencë synore dhe lehtësim gjatë dhe pas vuajtjes. Allahu I madhëruar na tregon ligjin universal të ndryshimit dhe ciklit të jetës. Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Surja Sher 5:6. Gjithashtu lidhur me provat financiare, shëndetësore apo emocionale, Kurani vendos një kufi mbrojtës për psikikën tonë. Allahu nuk e ngarkon askënd prej mundësive të tija. Surja Bekare 286. Njeriu nuk është krijuar për të jetuar si një njëshulli izoluar. Sprovat shpesh shërben si një thirrje zgjimi për të forcuar lidhjet tona me familjen, miqtë dhe komunitetin. Kur ne kalojmë vetë në udhkryqet e dhimbjes, bëhemi më empatik ndaj dhimbjes së të tjerëve. Tradita profetike I jep rëndësi të jashtëzakonshme solidaritetit njerëzor. Besimi nuk matet vetëm me numrin e faljeve apo agjerimeve, por me mënyrën se si sillesh me krijesat e tjera kur ato janë në nevojë. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kush e lehtëson një muslimani apo njeriu një pikëllim nga pikëllimet e kësaj bote, Allahu do t'ia lehtësojë atij një pikëllim nga pikëllimet e ditës së gjykimit. Dhe kush e lehtëson punën një të dëmtuari apo të falimentuari, Allahu do t'ia lehtësojë atij në këtë botë dhe në tjetrën. Në fund të ditës, jeta nuk matet nga mungesa e stuhive, por nga mënyra se si mësojmë të lundrojmë përmes tyre. Kur besimi në zemër bëhet busull, çdo sprov kthehet në një shkallë drejt ngritjes shpirtërore dhe çdo ditë e re shihet si një dhuratë e çmuar për të bërë mirë.